Historia e Arben Malajt është një nga ato histori shqiptare ku koha kalon, dokumentet shtohen, por drejtësia mbetet gjithmonë në pritje. Jemi në vitin 2025 dhe pas gati 30 vitesh procese gjyqësore, ai ende nuk e ka rifituar plotësisht pronën dhe biznesin që kishte marrë me qira sipas ligjit. Shoqëria Europlast, e themeluar nga Arben Malaj në mars të vitit 1995, kishte si aktivitet prodhimin e bloqeve të sfungjerit, po atë vit kompania lidh kontratë qiraje me Alpetrol. Atëherë ndërmarrje shtetërore dhe merr në përdorim repartin e sfungjerit për aktivitet prodhues. Më vonë, Alpetrol ndahet në disa shoqëri dhe kontrata e qiras kalon te Armo fillimisht shtetërore. Në vitin 2005 ambienti jepet sërish me qira e Europlastit deri në vitin 2008. Gjatë kësaj kohe, kompania investon rreth 330.000 euro për ta kthyer objektin në funksional. Problemet nisin pas privatizimit të Armos. Pronari i ri kërkon kthimin e ambientit dhe pretendon detyrime financiare. Më 5 mars 2012, Europlast nxirret nga objekti në mënyrë arbitrare dhe brenda mbeten të gjitha pajisjet e kompanisë. Arben Malaj i drejtohet gjykatës. Në vitin 2014, gjykata anulon veprimet përmbarimore dhe ambienti kthehet Europlastit, por brenda objektit konstatohet se pajisjet janë zhdukur dhe dëmi është i konsiderueshëm. Gjykata njeh dëmin e shkaktuar nga nxjerrja e paligjshme dhe vjedhja e pasurisë. Dëmi material përllogaritet rreth 160.000 euro, ndërsa fitimi i munguar arrin rreth 230.000 euro, pa përfshirë investimet fillestare dhe shpenzimet e tjera. Një barë e rënd financiare për biznesi. Por saga nuk mbyllet këtu. Armo kalon në falimentim dhe objekti merret nga një kompani tjetër private. Këtë herë, gjysma e ambientit i merret Europlastit përmes forcës, duke detyruar Arben Malën të nisë sërish betejat realigjore. Posedoj një fabrikë sfungjeri këtu që në 94, në bazë të gjitha rregullave. Më zbën një padrejtim, është mbyllur fabrika nga firma Taçi Oil. Dhe shumë lufte dhe përpjekje harrova që të fitoj me vendim gjyqit, ta marr ta posedoj një fabrikë. Në këtë kohë ma kanë marrë, ma përdorin të tjerët. Kur unë jam me vendim gjykate të formës prerë, me të gjitha rregullat, nuk ka përmbaros që të vijë që ta ekzekutoj këtë punë. Nuk e di si zgjidhet ky problem. Këtu ngjitur kam bërë një film falso, Alp Global. Me president falso kam 5 vjet që vuaj në përgjyqje, të gjitha gjyqjet kanë fituar, nuk po ekzekutoj dot, nuk ka përmbaros të më vi. Jam në procese gjyqësore prapë për dëm shpërblimet, derisa unë posedoj të gjithë sipërfaqen. Kur këtu po e shfrytëzon kompania Bankës Petrol, që kalojnë botet. Më ka lënë pa punë, pa fabrikë, unë jam i fabrikë pak të më lënë të punoj. Unë s'di ku të shqehem, jam me kredira bankare, maqinit po më prishëm, kanë dalë gjitha jashtë përdorimit. Këtë punë kërkoj dhe ekspert që të vinë të shikojnë, e nuk e di si mund zgjidhet ky problem. Kërkoj ndihmë nga shteti, se jam në një udhkryq. Kam qenë 2013, që kam fituar gjitha gjyqjet. Nuk di si të veproj më ndryshe. Është një dorë e fshetë, është një lojë e fshetë dhe një dorë shumë e fshetë. Nuk e di kush futur hundët tu. Nuk afrohet asnjë gjyqtar, e kam çorën në prokurori, nuk kam zgjidhur dot gjë. Ktu është një fantazm. Më kanë lënë pa punë më shkurt dhe më thjesht. Kam qenë vitin 1994 që posedoj këtë vend, që prodhoja sfungjer për gjithë Republikën e Shqipërisë. Nuk posedoj asgjë. Jam me vendim formës prerë, të gjitha në rregull. Nuk vije dot në punë se gjithë procedura është që gjithë impiantet janë matan. Këte nga kalojnë në botet e Bankës Petroli. Kërkoj një zgjidhje o të më lënë të punoj të marr fabrikë. Unë ne posedoj me vendim gjyqi që të më kthejnë detyrimin. As detyrim s'm japin, as për punuar nuk më lënë. Me vendim gjyqi gjysmën e pronës, nuk është se ma dhënë ata. Deri në shlyerjen e detyrimit, thot vendimi gjykatës. E kush e do që ta marri këtë lloj pjese, të më shluaj detyrimin edhe unë të shikoj të punoj në një vend tjetër. E mori kjo Alpetrol një Taçi Oil fabrikën. Fabrikën e mori Taçi Oil. Unë duke kthyer në gjykatë e mori në mënyrë dhëmshme edhe Taçi Oil. Duke më hequr nga kjo fabrikë. E posedoja unë dhe erdhëm ma morën. Ançi ja dha bankës pastaj. Unë vazhdova procedura ligjore, të gjitha në rregull, fitova gjithë gjyqjet dhe sot nuk kam ekzekutim, nuk e ekzekutoj dot, as përmbaros nuk vjen. Kanë bërë dhe një ekzekutim falso. Kam pat një kontratë që kalon te bankës. Kisha një kontratë, e shfrytëzon 2 vjet, pastaj e ndërpren në mënyrë arbitrare. Ktu thonë që është një firmë Alp Global që e posedon gjë e ka bler, por s'mund ta blej dot Alp Global, duke qenë unë brenda, pa mua. Alp Global thotë unë e kam bler të gjithët. Po s'mund ta blej, ky objekt është me barr, s'mund ta blej. Barrën duhet ta bleja unë këtë objekt. Nëse shitej. I kanë ndarë gjykata të gjitha. Kam vendim të formës prerë, nuk e di se kuptoj dot.
Sot pas 3 dekadash, Arben Malaj kërkon vetëm zbatimin e kontratës, kthimin e plot të pronës në përdorim dhe drejtësi për dëmet e pësuara. Historia e tij nuk është vetëm personale, por pasqyron një realitet më të gjerë, ku pronari i ligjshëm mendet nëpër gjykata, ndërsa pushteti shpesh mbetet temë të fortë. Dhe pyetja që mbetet është e thjeshtë: sa vite të tjera duhen që drejtësia të mos vijë me vonesë?